Këto ditë, ndarja e Neda dhe Ogren Ballukut ka qenë kryefjale e rrjeteve sociale dhe portaleve. Komentet, analizat dhe interpretimet e njerëzve janë shtuar dhe në mesin e tyre ka qenë edhe reagimi i reperit Gjesti, i cili ka folur hapur për mendimin e tij mbi këtë situatë. Në një intervistë të fundit, ai ka deklaruar se sipas tij, e gjithë kjo histori është ndëruar në një show të madh publik, ku emocionet, dhimbja dhe drama familjare janë kthyer në material për famë dhe vëmendje. Deklarata e tij ka ngritur shumë diskutime, sidomos sepse Neda është një figurë që shpesh ka treguar veten si njeri i matur, i qetë dhe larg sensacionalizmit, ndërsa Gjesti e sheh ndryshe. Sipas Gjestit, momenti kur një person zgjedh të flasë për divorcin e vet në një studio televizive, në të njëjtën periudhë kur sapo janë bërë publike dokumentet e ndarjes, është një zgjedhje që nuk lidhet vetëm me sqarimin e publikut, por edhe me nevojën për vëmendje. Ai është shprehur se në Shqipëri ndodh shpesh që njerëzit e ekranit i përdorin plagët e zemrës për të fituar një lloj validimi nga audienca, duke e bërë publikun gjykatës dhe në këtë rast edhe spektator. Për të, familja është vendi i fundit ku duhet të hyjë kamera, mikrofonat dhe opinioni publik, sidomos kur në mes ka fëmijë, kujtime dhe një histori e gjatë. Megjithatë, reagimi i Gjestit nuk erdhi pa kundërshtim. Shumë ndjekës të Neda Ballukut e kanë akuzuar se po e përdor këtë situatë për të marrë vëmendje vet, duke e parë si një mënyrë që dhe ai të përfitojë nga një temë që po bëhet virale. Ata thonë se Neda nuk ka kërkuar famë, por ka folur për divorcin e saj sepse është një figurë publike dhe ajo ndjen përgjegjësi të jap shpjegim, pasi publiku e ka ndjekur prej vitesh. Por Gjesti ka kundërshtuar duke thënë se publiku s'është zot shtëpie në zemrën tënde dhe se askush nuk është i detyruar të tregojë dhimbje në ekran vetëm për të qenë i drejtë para të tjerëve. Në reagimin e tij, Gjesti nënvizoi edhe diçka tjetër. Sipas tij, shoqëria jonë është mësuar të brohoras dramën. Sa po shohim një histori dashurie që prishet, menjëherë fillojmë të analizojmë kush gaboi, kush tradhtoi, kush vuajti më shumë. Dhe ndërkohë, njerëzit që janë pjesë e kësaj historie po jetojnë dhimbjen realisht. Ai sugjeroi se në vend të thashthemeve dhe viralitetit, duhet më shumë heshtje, reflektim dhe respekt për ata që po kalojnë një periudhë të vështirë emocionale. Në fund, pavarësisht kundërshtive, një gjë mbetet e qartë: divorci i Neda dhe Ogrenit nuk është thjesht një lajm, por një histori njerëzore, me kujtime, sakrifica dhe plag që vetëm ata e dinë sa dhe si dhembin. Reagimi i Gjestit ka qenë i drejtë për drejtë, i ashpër për disa dhe realist për disa të tjerë. Debati vazhdon, komentet gjithashtu, por pyetja që mbetet është, apo e kthejmë dhimbjen në spektakël për argëtimin ton? Dhe nëse po, a e kuptojmë dot se pas çdo titulli të madh, ka zemra që po thyhen realisht?